Viceni mësuta shë? Unë për sot nuk pres diçka 3, edhe pse do të dëshiroja të kishte 3, sepse u bërë shumë gjatë. Po, kjo nuk varet prej meje, varet prej krerëve të partive politike. Unë jam aty vetëm drejtues teknik, shpeshherë ka edhe keq kuptime. Njerëz thonë se s'po jep zgjidhje kësaj pune, unë nuk jam as për të dhënë zgjidhje, as për të mos i dhënë zgjidhje. As po imponoj mënyrën e votimit, as si të votojnë, as si mos votojnë. Mirë po të është karahise për shkak të moshës, jo për shkak të një privilegje tjetër. Ne shqoqeni që tash më shumë se të janë numra për me shkume të informë që ju po dëshironi, pse nuk provoni një formë tjetër ose një zgjidhje tjetër ose një diçka tjetër. Por zgjidhje do të ketë kur njerëzit i japin të arsyeshëm apo të vendosin për me gjetë zgjidhjen. Nëse kam ngulin për të mos gjetë zgjidhjen, nuk gjendet zgjidhja. Zoti Flori, nga të gjitha partitë deri tash opozitare janë deklaruar që ju po keq përdorni decidivisht shtyrën e tyre që kanë përdorur ndaj juve. Për seanca që po unë e kam dëgjuar, e kam parë edhe nëpër media, po unë s'du të merren me ta. Thonë Avni Dehari ka një skenar sekretarisë, edhe një skenar të Albin Kurtit. Skenari vazhdimisht në vjen për sekretarisë dhe mua, vjen Sala Jasharit edhe sekretaria e ka. Edhe unë atë skenar e kam. Po, skenari do të ndryshoj kur krerët e partive politike. Merren vesh, atëherë sjell një skenar edhe unë do t'isha shumë i lumtur që ai skenar t'i jap fund edhe sot këtij ngarçik. Po pse ndrohet mendja nga votimi i hapur në votim të mbyllur? Po 6 herë është provuar me votim të hapur. Nuk ka dhënë rezultat. Me 16 prill ju drejtova presidentës me një letër që të na ndihmoj. Dhe përgjigjen e saj thot vetë duhet gjeni zgjidhje. Desa rregullori e lejon edhe votimin e hapur edhe votimin e fshet, desa votimi i hapur nuk dha rezultat, vendosa ta provojmë edhe me votim të fshehur. Prapë sërish nuk jep rezultat, sepse unë mendoj fatkeqësisht janë në pyetje natët. Kështu ka ndodhur në verifikimin e mandateve, 3 seanca ka shkuar kot, në bërë 3 përpjekje, nuk donin të votonin as verifikimin e vetë deputetëve. Pastaj ndodhi rasti tjetër, ankoheshin nëpër media se çdo 48 orë po mlidhemi për kot, edhe shumë e vërtetë është. I thirra diherë, të merrin në vesh, s'paku një javë një herë, desa nuk ka rezultate, jo ta na shkelja rregullores. Me shmangje nuk shkelet rregullorja nëse votohet në 2 treta, nuk shkelet. Një po ata vlerësojnë se është shkelja rregullores. Edhe është në vullnetin e tyre, nuk mund t'ja imponoj, mund t'ua propozoj, po jo t'ua imponoj. Po, sysh është në përvojën e juaj ka gjyqare përfundimi seancave për 3 minuta. Si ndjeni kur i përfundoni këtë seanca me fjalë kjo seancë për 3 minuta do të përfundoj edhe po të ketë zgjidhje. Se pika 3 është vetëm votohet, kur gjë më tepër. Jo, del edhe kryetari, edhe ai kryetari që disa minuta që do të zgjas më shumë, nuk është në rregull, nuk është mirë, po s'ke që banë,